Ministrat e rinj të qeverisë Rama 4 u betuan sot në orën 10 para presidentit Bajram Begaj në një ceremoni që u zhvillua në Pallatin e Brigadave. Betimi i tyre zyrtarizon marrjen e detyrës pas miratimit të ndryshimeve në kabinet nga Kuvendi. Gjatë seancës plenare të një dite më parë votuan 6 shkarkime dhe 7 emërime të reja ministrore, ndërsa opozita nuk mori pjesë në votim dhe bllokoi foltore në shenjë proteste. Në kabinetin e ri u miratuan Albana Koçilli, zëvendës kryeministre, Ferit Hoxha, ministri i jashtëm, Besfort Lamallari, ministri i brendshëm, Ermal Nufi, ministri i mbrojtjes, Toni Gogu, ministri i drejtësisë, Enea Karakaçi, ministri i infrastrukturës dhe energjetikës dhe Eriona Ismaili, ministre e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Seanca plenare e maratone një ditë më parë u mbyll gjatë natës, por me përplasje të forta mes palëve për shkak të deklaratës së Taulant Ballës që ndezi sallën, duke ju drejtuar deputetes demokrate Albana Vokshi me numrin 0900. Kaq mjaftoi që deputetët demokrat të tentonin edhe përplasje fizike me socialistët me ballën në krye. Mirëpo, ky fundit u mundua ta justifikonte deklaratën duke thënë se e kishin keq interpretuar, pasi sipas tij e kishin keq interpretuar për shkak se 0900 ka të bëjë me një linjë informacioni për Bashkimin Evropian. Megjithatë, pavarësisht kësaj, ai kërkoi edhe ndjes Vokshit, por asgjë nuk i ndali demokratët që të kërkonin llogaritë e kryeparlamentarit Niko Peleshi për të përjashtuar Taulant Ballën nga salla. Kjo nuk ndodhi dhe pas disa përplasjesh, deputetët e Partisë Demokratike braktisën punimet e seancës plenare dhe në një deklaratë për mediat, deputetja Jorida Tabaku njoftoi se do të depozitojnë kërkesë për përjashtimin e Taulant Ballës nga seancat parlamentare, pasi ai ofendoi deputeten Albana Vokshi gjatë debatit në Kuvend. Sipas Tabakut, deklarata e Ballës shkel standardet minimale të komunikimit dhe përbën dhunë verbale ndaj një deputeteje. Teksa Kuvendi zhvillonte seancën plenare maraton mbrëmjen e djeshme, banorët e zonës së Rjollit protestuan përpara ambienteve të Kuvendit në ditën e 34 të kundërshtimit ndaj projektit turistik që po zhvillohet në tokat e tyre nga oligarku Bashkim Ulaj. Ata deklarojnë se nuk do të tërhiqen dhe janë vendosur të mbrojnë pronat që sipas tyre u përkasin prej brezash. Tubimi u organizua nga partia drejtuar nga Agron Shehaj, ndërsa protestës ju bashkuan edhe qytetar nga Durrësi që kundërshtojnë projektin TID. Banorët drejtuan akuza ndaj Bashkim Ulaj duke deklaruar se nuk do të lejojnë marrjen e pronave të tyre, pavarësisht se vendimi i fundit i gjykatës i dha të drejtë, por nga ana tjetër, teksa një ditë më parë u dhan masat e sigurisë detyrim paraqitje për protestuesit që u përplasën me policin. Ju shtua edhe një masë e re, t'i qëndrojnë larg pronave. Projekti në fjalë parashikon ndërtimin e 33 strukturave akomoduese dhe shërbimi në një sipërfaqe prej 146 hektarësh me status investitori strategjik. Policia në Shkodër ka vënë pranga 39 vjeçarin Nevzin Gucia, i cili dyshohet se plagosi me armëzjarri 45 vjeçarin Genc Hoxha në zonën e urës së Dervishbegut. Sipas policisë, ngjarja ndodhi pas një konflikti për motive të dobta mes dy personave. Sipas së të shtënave, Hoxha mbeti i plagosur në këmbë dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Pas njoftimit për ngjarjen, strukturat e policisë, të mbështetura edhe nga forca e posaçme Shqiponja, organizuan operacionin për kapjen e autorit. 39 vjeçari u arrestua brenda pak minutash dhe u sekuestrua edhe arma e zjarrit, një pistolet që ai e posedonte me leje. Materialet i kanë kaluar për referimet më teshme prokurorisë së Shkodrës. Gjatë mbrëmjes së djeshme, forcat shumta policie blinduan hyrjet dhe daljet e Vlorës duke ngritur pika kontrolli në disa akse kryesore të qytetit bregdetar. Në operacion u përfshin efektiv të policisë vendore, forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe policia rrugore. Gjatë aksionit u kryen kontrollet befasishme ndaj automjeteve dhe personave të dyshimt. Vëmendja u përqendrua sidomos te mjetet me xhama të zinj, automjetet e reja dhe persona që ngjallnin dyshime gjatë lëvizjeve në rrugë. Efektivët verifikuan dokumentacionet e mjeteve dhe kontrolluan drejtuesit e pasagerët. Sipas burimeve policore, operacioni synonte parandalimin e veprimtarive të paligjshme dhe rritjen e sigurisë në qytet përmes prezencës së shtuar të forcave të rendit në terren. Vjosa Osmani ka shpërndar Kuvendin e Kosovës dhe në këtë mënyrë duket se kjo e fundit do të shkojë në zgjedhjet reja parlamentare, pasi deputetët nuk arritën të zgjedhin presidentin brenda afatit kushtetues. Sipas Osmanit, afati përfundoi në mesnat dhe dështimi i votimit ishte rezultati i një veprimi të kalkuluar politik. Ajo theksoi se deputetët kishin 23 ditë për të përmbushur detyrimin kushtetues, por nuk arritën konsensus për kandidatët.
mes tyre Glauko Njufca dhe Fatmire Kolçaku. Osmani tha se qytetarët nuk kërkuan zgjedhje, por situata u krijua nga bllokimi politik në parlament. Ndërkohë lëvizja vetëvendosje i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të vlerësuar procedurën e zgjedhjes së presidentit dhe ka kërkuar pezullimin e afatave kushtetuese deri në një vendim përfundimtar. Nga ana tjetër, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike akuzojnë qeverinë e Albin Kurtit për mungesë vullneti politik dhe e konsiderojnë procesin një përpjekje për të zvarritur situatën, ndërsa presin shpalljen e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Pas deklaratave të sotme të Osmanit, reagoi kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku, i cili tha se e mirëpret vendimin e presidentes në detyrë. Ai e vlerëson vendimin e presidentes si të pritshëm dhe si një hap në mbrojtje të rendit kushtetues dhe funksionimit të institucioneve të vendit. Sipas tij, LDK është e gatshme të marrë pjesë në konsultimet për caktimin e datës së zgjedhjeve dhe për t'u drejtuar qytetarëve për një zgjidhje të re demokratike. Konflikti në lindjen e mesme mes Iranit, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës është përshkallëzuar. Sekretari amerikan i mbrojtjes ka paralajmëruar se goditjet mund të rriten ndjeshëm, duke rritur frikën për një konflikt më të gjerë rajonal. Sipas UNICEF, të paktën 200 persona janë vrarë brenda një jave nga përshkallëzimi i luftimeve. Ndërkohë Izraeli ka goditur objektivat e Hezbollah në Beirut, ndërsa Irani ka shënjestruar instalime nafte dhe objekte strategjike në disa vende të rajonit. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se një pushtim toksor i Iranit do të ishte humbje kohe, por paralajmëroi se presioni ndaj Teheranit do të vazhdojë. Në një tjetër deklarat, presidenti amerikan i ka bërë thirrjen e fundit Gardës Revolucionare në Iran: dorëzohuni ose jeni të vdekur, liderin e ri e vendosim ne. Në të njëjtën kohë, Irani ka kërcënuar se mund ta kthejë rajonin në tokë të shkret nëse sulmet vazhdojnë. Konflikti po shkakton edhe pasoja ekonomike globale. Mbi 11.000 fluturime janë anulluar në rajon, ndërsa rreziku për mbylljen e ngushticës së Hormuzit, një arterie kyçe për tregtim botërore të naftës, mund të ndikojë drejt për drejt në ekonomi. Ndërkohë, fuqitë si Kina e Rusia po mbajnë një qëndrim të kujdesshëm, duke shmangur përfshirjen direkte në konflikte, duke ngritur pyetjen e madhe: pse aleatët e tij nuk po i dalin në krah Iranit?